Jack Nicholson zbuloi se motra e tij në fakt ishte nëna e tij pasi vdiqën të dyja. Aktori zbuloi të vërtetën për familjen e tij në moshën 37 vjeç në vitin 1974, pak para publikimit të filmit Chinatown. Jack Nicholson tha se kjo ishte gjëja më të rënditse që kishte dëgjuar ndonjëherë për jetën e tij. Ylli i Hollywoodit i lindur në vitin 1937 në Neptune të New Jersey e kaloi jetën e tij duke besuar se gruaja që e rriti ishte nëna e tij, por në realitet ajo ishte gjyshja e tij. Nëna e vërtet e Jack Nicholson ishte gruaja që ai i besonte se ishte motra e tij. Historia u zbulua nga gazetarët e Time, të cilët po bënin një profil të aktorit. Nëna biologjike e tij ishte 18 vjeç kur mbeti shtatzan, por babai i tij, një burr me emrin Don, ishte tashmë i martuar. Gjyshja e tij, Ethel May, e rriti atë si të sajnë. June ju prezantuan Nicholson si motra e tij, motra June, Lorraine. Sot Jack Nicholson është 88 vjeç, por nuk flet shumë për këtë temë. Në një intervistë për Rolling Stone në vitin 1989, ai tha se shkoi në Los Angeles për të takuar June, i pavetëdijshëm për lidhjen e vërtetë që i bashkonte ata.